Hapet shkolla shqipe në Heppenheim të Gjermanisë. Në prani të shumë nxënësve, prindërve dhe konsullit përgjithshëm të Republikës Kosovës Frankfurt, Gëzim Gashi, mësueses Alma Selimi Zyberi, u bë hapja e shkollës shqipe në Heppenheim të landit të Hesenit. Entuziazmi i madh shihet në sytë e fëmijëve, klasat të cilët kunshinte nga gëzimi për këtë ngjarje të rëndësishme, ambienti ishte mbushur përplot, stolisur me flamurin kombëtar shqiptar dhe atë shtetëror të Kosovës, po ashtu prindërit ishin të gëzuar dhe pas një pune angazhimit të madh, disa prej tyre si Gani Laqi dhe në bashkëpunim me mësuesen Alma, shkolla shqipe u bë realitet. Fillimisht mësuesja Alma Selimi Zyberi uroi mirëseardhjen e nxënësve, prindërve dhe mysafirëve, duke theksuar: "Për mua si mësuese është një emocion i veçantë që pas 9 vite shkëputje nga profesioni të rikthehem sërish pranë nxënësve." Falenderoj përzemërsisht prindërit, lidhjen e arsimtarëve shqiptar në Gjermani, konsullin Gëzim Gashi dhe stafin drejtues të gjimnazit Starkenburg në Heppenheim që mundsuan hapjen e kësaj shkolle, ndërkaq konsulli Gëzim Gashi i uroi nxënësit dhe prindërit duke folur për rëndësinë e shtrirjes së shkollës shqipe në mbarlandin e Hesenit. Me këtë rast, shkrimtari publicist Argjend Hasani përshëndetit pranishmin me disa fjalë rasti.